Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt Mirëmëngjes Shkodër. Tani në këtë studio, unë jam së bashku me një artiste pamore, piktore që ka hapur shumë ekspozita, por më fundit është në qytetin tonë, në Galerinë e Arteve Figurative. Është me mua sot në studio Anila Hetoja. Përshëndetje Anil, mirë se erdhe. Shumë e freskët siç duket edhe nga ajo që të jep puna me artin tënd, ndoshta nga emocionet që ke të freskëta nga ekspozita që ke hapur në Shkodër. Ndoshta edhe kjo, por ndoshta edhe mikpritja që ju po falenderoj shumë. Po, në fakt unë jam emocionuar nga ekspozita e juaj. E hapur vetëm para pak ditësh në Galerinë e Arteve në Shkodër, titulluar Expo Art. Unë do të thosha që është një motiv dashurie për ta ndjekur, për të qasur, për të hyrë në thellësinë e punimeve tuaja. Nuk e di si po shkon ekspozita, si po ndiqet? Në fakt ekspozita po shkon mirë, ka shumë artdashës cilët janë të interesuar, për këtë jam e lumtur, ndoshta edhe ky është emocioni dhe pozitiviteti që kam marrë nga artdashësit, nga njerëzit që më rrethojnë, edhe jam e lumtur sigurisht. Gjithashtu, me që gjej rastin, do doja të falenderoja drejtuesit e Galerisë së Artit, zotin Mir Jukat, cilët ka bërë të mundur që të ecë kjo ekspozitë mirë. Ditë them që vërtet unë e kam titulluar Art Expo, siç thatë dhe ju, por më pëlqen që ju ka dhënë atë impaktin e motivet dashurisë. Unë mendoj që ka shumë dashuri, ka shumë lëvizje, dinamik, emocion, ngjyra, të gjitha këto që hyn dialogojnë me atë që sheh, që hyn brenda vetes. Po të hapim pak mikrofonin, siç jemi në rregull, siç jemi porositur nga regjia. Dhe natyrisht të kesh një kontakt dhe të dialogosh me një punë ose një tjetër, ky është thelbi i asaj që të hyn, të jep mesazh një punim dhe pastaj ti merr frymëzim prej tij. Ajo që më re është se ke përdorur shumë teknika. Teknika të veçanta që mbase nuk i gjen në shumë ekspozita të tjera. E di, Zoja Merita, arsyeja që unë kam mbledhur një koleksion punimesh në këtë galeri është sepse janë punime që janë punuar prej shumë vitesh. Edhe duke qenë se është një koleksion, janë marrë punë nga 6 ekspozitat e mia dhe janë për të përcjellur këtu tek Galeria e Arteve në Shkodër. Sigurisht që më pëlqen të eksperimentoj, të eksploroj, ndoshta edhe prandaj ka edhe diversitet në punë, prandaj ka edhe shumë llojshmëri teknikash. Më pëlqen të guxoj se të punoj jo vetëm me klasikën, cilën unë ndihem mirë, por edhe të eksperimentoj me artin modern, me artin bashkëkohor, me materiale të riciklueshme, cilat janë trend të kohët e fundit. Në fakt, ajo që më bën përshtypje dhe njerëzit që e vizitojnë, më së pari hasen me teknikën e gotave plastike. Çfarë është kjo teknikë? Sepse ajo, siç mua më impresionon, është ngjyra, lëvizja, personazhet që njeriu krijon brenda saj, gjithmonë të krijon një mundësi për të fantazuar, për të gjetur personazhin, motivin, për të gjetur mesazhin. Është një shumëllojshmëri ndjenjash. Mund të flisni paksa për këtë lloj teknike? Kjo është një teknikë në fakt që unë kam studiuar në universitet, është një teknikë e re, njihet shumë pak në fakt, tani më shumë pak artistë kanë këtë teknikë, aplikojnë, po, është e vërtet. Kam marrë me risi për artdashësit me këtë teknikë. Është një punë e vështirë, ndonse në dukje duket e lehtë. Unë shumë herë në fakt e quaj edhe si thuash, është një koktejl ngjyrash, ku ngjyrat marrin nga njëra tjetra. Por që të arrish në atë që ti dëshiron, që të shpresh në të lajo, pra kontrollin e marrin ngjyrat, e nuk e ke më ti në dorë. Ti thjesht duhet vetëm të punosh edhe të shikosh se si do
bashkohen me njëra tjetrën. Dhe prandaj them që duhet eksperiencë edhe që të arrish në këtë teknikë. Është një teknikë e vështirë, por e bukur sepse merr atë impaktin mbas disa orëve dhe është vërtet çdo njëri nga ne ndoshta shikon diçka dikush tjetër diçka tjetër. Kjo është e bukur që secili nga ne, secili nga artistët merr atë që dëshiron. Dhe unë do thosha se edhe mesazhi i kësaj teknike është shumë domethënës. Në jetë gjërat asnjëherë nuk janë të ndara. Këtu fillon e kuqja, këtu mbaron bluja. Absolutisht ngjyrat, idetë, mendimet, emocionet, ngjarjet bashkëveprojnë me njëra tjetrën, përndryshe nuk do të ishte në bashkëpunim gjithë bota, përndryshe nuk do të kishte një lidhje midis njerëzve, fenomeneve, ngjarjeve. Ndaj do të thosha që kjo teknikë është shumë interesante. Më pëlqen, keni thënë shumë bukur. Unë në fakt nuk më pëlqen të shoh gjërat bardhëzi, të ndaj. Pëlqen që gjërat të jenë të lirshme, ta shoh botën me ngjyra. Prandaj më pëlqen që ardashtit kur vinë mos të lodhen, të çlodhen, të kenë atë emocionin që unë kam dhënë, që kam punuar me shumë dashuri në atë punime. Pikërisht tek kjo lloj paraqitje, tek kjo lloj teknike. Unë mendoj se shikuesi, artëdashësi nuk është statik. Përkundrazi, nuk ka si të jesh statik brenda një tabloje ku mund të paraqiten dhe mund të ndërthuren jo vetëm ngjyra, është thellësia, sipërfaqja, atmosfera, personazhi, fantazia, diçka që të nxit, pikërisht secili e komenton në mënyrën e vet. Kjo është mbase edhe veçanta, se nuk jepet diçka e gatshme, përkundrazi. Duhet të eksplorosh. Duhet të eksplorosh. Kjo më bën përshtypje shumë. Dhe pikërisht më duket se je ndër artistët e pakta në Shqipëri që i drejtohesh kësaj teknike. Po, në fakt shumë pak artist ka tash në botë, dhe në Shqipëri nuk e di nëse mund të ketë, ndoshta tani më, ndoshta po. Është siç thash një teknikë e veçantë, duhet vite eksperiencë pune për ta aplikuar. Edhe unë këtë mesazh kam dashur më dhënë që artëdashtit të shikojnë, të ndjejnë atë kënaqësinë, dëshirën që unë kam dhënë në atë punim, të gjejnë ato emocionet që unë kam shprehur në atë teknikë, edhe pse jo të gjejnë veten. Shumë bukur. Po ajo që po të vazhdosh të shikosh ekspozitën tënde është se nga ajo fantazi që shpesh të afron tabloja me gotat plastike, pra ku ngjyrat bashkohen njëra tjetrën dhe krijojnë vizimet, rrugtimet e tyre, është si tashmë personazhet fillojnë të dalin konkret. Dhe kjo është një rrugtim, do thosha një rrugtim i bukur me personazhin, me ndjenjën, me motivin, me subjektin. Është ajo është ai dialog, do thosha ai komunikim që lidhet më së afërmi me botën dialoguese, por dhe shumë transparente femërore. Më pëlqen që shpesh në tablot tuaja gjen portrete, profile, motive të botës femërore. Po, më pëlqen në fakt, vjen ndonjëherë natyrshëm, silueta femërore vjen natyrshëm. Portretet më bin natyrshëm, unë kam filluar të bëj portrete që kur isha 6 vjeç. Nuk janë ca gjëra që nuk mësohen, lindin. Edhe unë jam me këtë shprehjen që një artist lind. Natyrisht. Edhe është edhe një shprehje e Picassos që thotë të gjithë fëmijët në fakt janë artist. E vërteta është sa do rish artist kur të rritesh. Dhe nëse vazhdon këtë rrugë, ti po je në rrugën e duhur. Më vinë portretet sepse marr emocione pozitive nga njerëzit që më rrethojnë. Dhe po të shikosh, kishte shumë fëmijë në atë ekspozitë. Fëmijë jo vetëm në tablo, por edhe pjesëmarrës. Dhe unë këtë dua që brezi i ri të njihet me kulturën, ta dojë artin, sepse nëse do artin, do kulturën, sigurisht që do kemi qytetar më të mirë në të ardhmen. Unë thash në fillim që e përshkon dashuria si një fill ekspozitën e Anilës, por edhe Shkodra
Apo jo? Patjetër nuk mund të mungojnë asnjëherë elementet e Shkodrës. Unë gjithmonë edhe kur kishim projektet në universitet ku unë kam mbaruar në Toronto në Kanada, në një ndër universitetet më të mirë në Yorkville University për design, kur duhet që të përfaqësonim ndonjë vend, të gjithë studentët preferonin jo Parisin, jo Romën, Europën, sepse ka dizajn. Edhe unë gjithmonë vija me punimet tona me Shqipërinë, sepse doja, jo vetëm që kisha madh, por doja që vërtet që të tregoja që ne kemi kulturë, ne vim nga një vend me kulturë, kemi artist, kemi traditën tonë. Edhe pse të flas për një vend tjetër që unë nuk e njoh aq mirë, por të njoh flas me vendin tim që e njoh shumë mirë. Edhe gjithmonë kam përfaqësuar vendin tim, por edhe Shkodrën, nga ku kam lindur dhe ku kam rrënjët në çdo punim, edhe në ekspozitën e fundit që ishte në Bocholt në Gjermani, unë shkova me veshjet tona tradicionale të punuara me materiale të riciklueshme. Kisha xhupletën, jelekun e Shkodrës, urën e mesit, të vogël, sepse unë këtë që është në ekspozitë është shumë e madhe, është sa një faqe muri, nëse mund ta them kështu. Doja vërtet që janë elementë që janë të natyrshëm, më vinë shumë natyrshëm. Edhe pse jo me krenari, pse mos të tregojmë që rrënjët, siç i the, i ke në Shkodër, pavarësisht se Anila ka fluturuar, domethënë ka një rrugtim interesant, do të thosha. Diçka rreth fillimeve tuaja përderisa lidhen me Shkodrën? Kam filluar, siç thash, në një moshë fare të vogël që të pikturoj. Talentin tim në fakt e ka zbuluar profesori Byt Oradi, i cili jepte vizatim në atë kohë. Dhe mbaj mend që gjithmonë kur vinte që na afrohej të nxënësit që çfarë duhet bëjmë, korrigjonte. Ke filluar shkollën në Shkodër? Po. Dhe cila shkollë? Ajo është gjimnaz i thjesht, shkollë e thjesht, dhe du të them një kuriozitet. Siç isha duke thënë me mësuesin asaj kohe Byt Oradi, vështroja tek ai që gjithmonë ishte shumë kërkues. Edhe unë thosha, po mua çfarë ka? Pse kaq kërkues? Edhe mbaj mend që më thoshte, ti një ditë do bëhesh piktor. Isha fëmijë, nuk e parasysh që nuk e imagjinoja dot. Mbas disa vitesh unë kthehem në Kanada ku filloj studimet, ndonse unë studiova ekonomik në. Pra, Anila nuk ka vetëm një diplom. Ka, do të na shpjegoj, sepse drejtimi i saj ka sfera të ndryshme të dijet. Edhe rastis që takoj atë mësues pikture që kam pasur kur isha fëmijë në Kanada. Interesante. Edhe kjo ka qenë, edhe mbaj mend, domethënë e kujtoj shpesh, është një kujtim vërtet shumë i bukur, edhe shikoj rastisht në programet që ishin 2 orë program për shqiptarët në Kanada, edhe e marr, telefonoj, unë jam kjo nxënësja, jam nga Shkodra, edhe po ndjek këtë rrugë që ju besonit një kohë kur isha fëmijë. E duhet të them që fillimet e mia pra kanë qenë në Shkodër, edhe pedagogu im i besonte arti që unë kam bërë kur isha fëmijë. Pra, ju shkolloheni edhe për ekonomik, por në Kanada besoni tek ajo prirje që mësuesi kishte dalluar më herët, dhe përsëri në sferën e artit. Si ka shkuar kjo njohuri në fushën e dizajnit, por si ka komunikuar me artin e pikturës që ju aplikoni? Në fakt, dizajn është një fjalë e madhe, është shumë e gjerë si temë. Për mua ka qenë një ndihmë shumë e madhe normalisht, sepse për të aplikuar, për të regjistruar në atë universitet, në fakt unë kam marrë pjesë, duhej që të kishe një portofolio, siç është një portofolio, një album punimesh, le të them. Dhe unë kur kam dorëzuar atë album punime, mbaj mend si tani chair, apo siç i thonë drejtoresha e madhe e universitetit, sapo ka parë punimet, mbaj mend si tani që thoshte, ti je welcome in our school, in our university, sepse mirë se erdhe në universitetin tonë, ti je një artist. Por mua ishte shumë, domethënë, shumë emocionuese, sepse pjesa tjetër e studentëve duhet të aplikonin dhe të bënin një test përpara se të futeshin në atë universitet. Aty pastaj mora atë guximin, si thuash, edhe isha thoja me vete, okay, kam një armë plus, kam talentin. Sa gjë e bukur. Edhe kjo më ka bërë që të jem shumë kërkuese për veten.
pavarësisht gjuhës, pavarësisht në vend huaj, pavarësisht që nuk njeh as edhe njëri, asnjë nga Shqipëria, për fat jo të mirë. Mbori që të dilja ndër 5 studentët më të mirë të asaj dege në atë universitet, në president list. Janë disa elementë që të bëjnë që të krenohesh me punën tënde. Dhe them që vërtet kur do të arrish diçka, është talenti, por miqësia është edhe puna që i përkushtohesh. Një artiste pamore si Anila Hetoja natyrisht nuk ndalet. Ajo ka marrë pjesë në shumë ekspozita jashtë vendit, por edhe brenda. A mund të na shpjegoni paksa këtë rrugtim të bukur i cili patjetër të jep impulse për të vazhduar, apo jo? Të jep emocione të forta. Patjetër që po. Ekspozita e fundit që kishim tek Muzeu Kombëtar në Tiranë ishte shumë breslënse, ishte interesante. Një tjetër që ishte tek Piramida, po përsëri në Tiranë, ndonse ishte me kushte jo të mira, ne arritëm të bënim një ekspozitë vërtet mirë. Po nëse do më pyesësh kush të ka ngel në mendje, është ekspozita që kemi hapur këtu në galerinë e Shkodrës. Po, e them sepse e ndjej sinqerisht. Anil ke hapur ekspozite dhe në Gjermani, në Kanada. Si kanë pritur punimet tuaja artdashësit? Ditë them që në Kanada kam marrë pjesë me studentë të tjerë edhe e vlerësojnë shumë artin. E lën ashtu punimin, siç ka menduar një artist. Nuk kanë këto komplekse që çfarë ka dashur të thënë autori, pse e ke bërë këtë. E shijojnë. Për sa i përket gjermanëve janë shumë kërkues. Në ekspozitën e fundit që unë kisha, pyesin shumë çfarë janë këto veshje, ku përdoren, ku vishen, se unë kisha marrë pjesë, kisha pikturuar në teles sigurisht punimet, veshjet tona tradicionale, siç thash më përpara. Edhe pyesin çfarë janë këto ngjyra, po këto rohaza vishen, kur vishen, çfarë krahinash ka. Shumë të interesuar. Ishin të interesuar dhe mua më pëlqente sepse po jepja në të njëjtën kohë tregojmë edhe pak histori nga vendi nga ku unë kisha ardhur. Siç thash, doja që të na njihnin jo si Anil, po të na njihnin nga kemi ardhur, kush jemi, kemi edhe ne artist. Nuk doja të njiheshin vetëm nga politika. Shumë bukur. Anila ndërkohë, siç e tham në krye të herës, Anila gjithmonë eksperimenton me teknika. Ashtu siç tham tek punimi me kupat plastike, tek një telajo me ngjyra të drejt për drejta, por edhe tek aplikimi me materiale të riciklueshme. Më bëri përshtypje ndër punimet disa papuçe ose caruqe, siç i thonë në gjuhën nga jugu, opinga të veshura me ruaza, me laxhyher, me diçka që kombinoheshin me pikturën dhe që të jepni një imazh shumë të prekshëm. Po ashtu balerina me fundin që diçka shumë e bukur. Këto janë teknika që ti tashmë i ke zotruar, i aplikon apo jo, të japin shumë impuls ndoshta. Më krijojnë atë impaktin 3D tek punimet, prandaj unë i përdor shumë. Një dimension tridimensional. Po, patjetër. Edhe për sa i përket materialet të riciklueshëm, më pëlqen që ti shfrytëzoj ato, mos ti hedhim, mos ti shçojmë dëm, edhe pse jo të bëjmë art me materiale që nuk duhen më. Kjo është edhe ideja përse unë punoj me këto materiale të riciklueshme. Ngjyrat, por edhe muzika. Figura e femrës që nga voglia. Mua më pëlqen ky trajtim shumë i ëmbël, shumë i ngrohtë, shumë transparent dhe dialogues. Ke ndonjë qasje të veçantë që i drejtohesh femrës, apo është thjesht një ndjesi e brendshme që të vjen pa pritur dhe menjëherë shpërthen tek punimet tuaja? Siç thash, mua më vjen natyrshëm në fakt, por femra sigurisht që i kushtoj shumë vëmendje femrës. Ajo ka nevojë për kushtim, ajo ka nevojë për ngrohtësi, për dashuri. Pse jo, ku më bukur ta shpreh me art këtë. Kjo është arsye. Dhe kjo kur flet kështu i vishet pikërisht portretit tënd, i cili është shumë i freskët, i dashur, i qeshur dhe komunikues. Dy vajzat tuaja i kanë ngjarë nënës me art apo kanë marrë drejtime të tjera?
Në fakt ato të dyja kanë talent, vërtet pikturojnë, kanë studiuar piano, por janë fare të vogla. E madhe për shembull studion juridik, e vogla thot në të ardhmen mund bëhem arkitekte, nuk i di edhe është e vogël. Por kanë atë ndjesinë e artit, i pëlqen arti. Ndoshta nga që janë ushqyer që të vogla. Ndoshta nga kjo figurë femërore tepër dialoguese dhe nxitse, siç është nëna siç bën gjithë nënat. Anil, në fakt beqen se gjithmonë eksploron, bazohesh tek piktura klasike, por gjithmonë ke dëshirë të eksperimentosh me teknika, me mundësi, me materiale. Cili është destinacioni ose vëmendja që ke në një të ardhme të afërt për të realizuar? E kuptoj. Në fakt një projekt që kam tani së shpejti është jam duke punuar me ilaçet, me barrat që janë të skaduara. Unë ju këshilloj që asnjë mos e provojnë sepse duhet punosh me kujdes. Unë ato i punoj, i vendos në kornizë, i mbyll me xham, më pëlqen të eksploroj në këtë fushë. Ndoshta jam e veçantë në këtë pjesë, nuk kam parë ndonjë artist në fakt që të punosh me këto, por më ka tunduar si ide dhe kam bërë disa punime dhe këtu jam duke... Ti e menduar të japësh një mesazh nëpërmjet këtyre punimeve? Po, edhe mesazh, pse jo, sepse ka shumë ilaçe që ne nuk dimë se ku shkojnë. Është një tematik shumë e gjerë që nuk duhet ndalem, por në fund të fundit këto ilaçe, këto bimet mjekësore janë për ne njerëzit, për ne janë bërë. Pse jo që unë mos të krijoj edhe art me këto, mos t'i shohim si të frikshëm, nga njëra anë ato janë të domosdoshëm. Natyrisht emocioni që të jep një punë, por edhe mesazhi që merr prej saj është një vlerë që artisti ja transmeton shikuesit, atij që i drejtohet një punimi, atij që viziton një ekspozitë. Kjo do të thosha që është edhe pozicioni shumë i bukur, pse jo dhe komod, po pse jo dhe shumë nxitës, që Anila Hetoja ka marrë përsipër në punimet e saj, me teknikat e saj të shumta dhe gjithmonë në kërkim të tyre. Anil, unë të uroj gjithmonë suksese me këtë pozitivitet, energji, dëshirë dhe dashuri të madhe për punët tuaja dhe për realitetin që transmeton nëpërmjet tyre. Faleminderit zonja Merita, ishte vërtet kënaqësi, unë mora energji sot nga juve. Ashtu siç unë nga ekspozita juaj dhe besoj edhe shikuesit që e kanë ndjekur. Ekspozita do qëndrojë e hapur edhe për pak ditë. Po, deri në datën 6, që është festa e luleve në qytetin e Shkodrës. Shumë faleminderit që erdhe sot, të falenderoj shumë edhe për lulet e bukura. Lule duan lule. Faleminderit shumë, të uroj mbarësi gjithmonë dhe suksese. Faleminderit. Ah, më Shkodër, zoja Shkodër, bite tu i ka marrë mallit, të shikjojnë lartë nga parajsa dhe çdo birë, muzikën fali.